vitit 2025 ne kemi punuar intensivisht për të krijuar bazën e organizimit të punës për mbylljen e negociatave, krahas çeljes së negociatave që, siç e përmenda, u krye për të 6 grup kapitujt në vitin 25. Për këtë arsye, strukturat shtetërore të negociatave dhe gjitha institucionet e përfshira kanë hartuar 31 draft plane pune, në të cilën kanë zbërthyer këto 101 linja prioritare veprimi ose kushte të mbylljes negociatave në rreth 600 nisma europiane, nga të cilat sigurisht një pjesë e mirë e tyre janë nisma të natyrës ligjore ose ndryshime ligjore dhe në disa raste ligje të reja, në të cilat është i angazhuar intensivisht Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Më konkretisht, unë do të prezantoj këto linja prioritare të punës në të gjitha këto 6 fusha ose grup kapituj. Sa i përket grup kapitullit të dytë, tregu i brendshëm ose tregu i përbashkët i Bashkimit Evropian, negociatat u çelën në 14 prill të vitit 2025. Sigurisht kjo është një etapë strategjike në procesin e integrimit të tregut shqiptar në tregun e përbashkët evropian dhe në këtë grup kapitull Shqipëria ka marrë 29 kushte për mbylljen e negociatave ose linja prioritare veprimi. Janë të lidhura me tregun e brendshëm dhe normalisht që kanë të bëjnë me disa drejtime kryesore, siç është standardizimi dhe mbikëqyrja e tregut, kontrolli i ndihmës shtetërore, politika e konkurrencës, qeverisja e korporatave dhe mbrojtja e konsumatorit. Gjithashtu, një rëndësi të madhe marrin edhe nismat për harmonizimin e standardeve teknike të tregut, veçanërisht për të rritur sigurinë juridike në treg, sigurinë e produkteve dhe të shërbimeve dhe një klimë biznesi konkurruese për një vend që aspiron të jetë antar së shpejti i Bashkimit Evropian. Grupi i dytë është konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, më saktë grupi i tretë, por i dyti që negociatat për cilin u hapën gjatë vitit 2025, negociatat u hapën në 22 maj, ka 19 piketa mbyllëse, në qendër është modernizimi ekonomik dhe social i vendit, dhe sigurisht që objektiv kryesor është ndërtimi i modelit social evropian, thënë më thjesht, miqënia e qytetarëve shqiptar e krahasueshme me ata evropian dhe të drejtat e qytetarit evropian. Fokusi kryesor i këtyre linjave prioritare të veprimit do të jetë transformimi digjital, politika industriale, mbështetja për sipërmarrjen, arsimi dhe formimi profesional, kërkimi shkencor dhe inovacioni, punësimi dhe politika sociale. Grupimi tjetër është agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Negociatat u hapën në 16 shtator të vitit të kaluar. Shqipëria ka marrë këtu 22 piketa mbyllëse të negociatave, linja prioritare veprimi. Fokusi kryesor do të jetë në politikën e mjedisit, tranzicionin energjetik, transportin, rrjetet transeuropiane, ndryshimet klimatike dhe sigurisht mjedisin më gjerë në përgjithësi. Gjithashtu rëndësi të veçantë do të marrin edhe çështje si standardet europiane në mbrojtjen e mjedisit, janë shumë komplekse dhe është një nga fushat më sfiduese për antarësimin dhe pas antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian mjedisi, duke qenë se kërkon investime të mëdha dhe në infrastrukturën publike, po ka ndërhyrje edhe në infrastrukturën private, në pikat e prodhimit, sa i përket standardeve të mjedisit në mbetje, ajër, ujëra, ndryshime klimatike e të tjerë. Prandaj do të na duhet punojmë gjithë bashku në afat gjatë, do thosha,